Në mbyllje të muajit të letërsisë, Biblioteka Marin Barleti në Shkodër ka organizuar festivalin letrar mbar kombëtar Next Verse, ku shkojnë fjalët, një aktivitet 2 ditor që mblodhi në një skenë të vetme, poet, shkrimtar dhe studiues të letërsisë nga gjithë hapësira shqiptare, Shqipëria, Kosova, Mali, Zi dhe Maqedonia e Veriut. Ky festival ka si qëllim të bashkojë krijuesit e vlerës artistike për të ndarë veprat e tyre, për të shkëmbyer përvoja dhe për të frymëzuar njëri tjetrin nëpërmjet fuqisë së letërsisë. Në qendër të festivalit u vendos fuqia fjalës, e cila bashkon njerëzit, ndërton ura komunikimit dhe hap horizonte të reja për letërsinë bashkëkohore. Ky muaj, këto aktivitete kanë kulmuar me mbylljen e muajit, me këtë këmbim muajsh mes 31 tetorit edhe 1 nëntorit, me këtë fest fjalës, e cila është bë pritse fjala, është bë pritse e 14 autorëve dhe 3 studiuesve nga marrë Shqiptaria. Kemi nga gjitha trevat edhe kam kënaqësinë me theksu që kemi edhe një poete shumë të njoftun malazeze, Lena Ruth Stefanovic, prania e cilës na lën me kuptu që në vitet e ardhshme ky festival mundet me u kthye edhe në festival rajonal. Periudha e letërsisë pas viteve 90, sepse pas viteve 90 ndodhen ose gjatë 90-s ndodhen disa ndryshime shumë konsiderueshme që sigurisht kanë ndikuar edhe në letërsi. Aq më tepër që kanë ndikuar edhe në mënyrën se si shoqëria shqiptare sheh letërsinë, sheh poezinë, sheh artistin. Me të vërtetë pikërisht kjo periudhë vlen të studiohet apo të vështrohet nga pikpamja e studiuesve apo edhe nga pikpamja e diskutimeve tona letrare, si puna e kësaj mbrëmje. Një datë ku bëhet një kthese madhe historike dhe kulturore në përgjithësi, jo vetëm në politikën, po në kulturën e letërsinë shqiptare. Dhe në këtë sens, besoj që ky aktivitet ndoshta do shërbejë edhe si piknisje për ndërmarrje të tilla të ngjashme, për të organizuar tryeza studimore, diskutime, debate që janë as nevojshme për kulturën shqiptare dhe letërsinë, posaçërisht letërsinë. Me moton ku shkojnë fjalët, festivali shndërrohet në një udhëtim poetik, ku vargjet, tregimet dhe zërat krijues udhëtojnë përtej kufive duke bashkuar kulturën letrare shqiptare në një dimension të përbashkët.